Pra, ne nuk mund ta mbajmë pafundësisht në kalendat greke dhe të shërbej thjesht e bën këtë vit, e kaluan dhe këtë vit 20 janarin. Kismet kur të vijë vitin tjetër. Ka dhe një vit kohë. Nuk funksionon kështu. Mendon që është negociuar me familjarët e 4 viktimave kur deri mbrëm nuk ka qenë sigurt që do merrnin pjesë në ceremoninë. Patjetër që është negociuar dhe është negociuar fort dhe është kërkuar që prezenca e tyre të jenë në kryeministri, sepse ka qenë një ide që ata mund të merrnin pjesë vetëm te ceremonia vendosja e luleve në bulevard, sepse është ajo është gjë e tyre private, vim për respekt edhe të viktimave të tjera, por edhe aty që ka marrë pjesë në atë protestë, por sidomos për shkak të familjarëve të tyre. Dhe kjo gjë ishte vendosur përpara që të ndodhte. Pjesa tjetër pastaj ku di ka patur deri në orët e vogla është negociuar që ata duhet të jenë me SSB-n kryeministri. Kryeministri ka dashur, ka premtuar që do bëjë një fjalim të fortë, të jepë statusin që bëri që në pikë mëngjesit sot për të dhënë dhe një lloj kuraje se mos kishte një dyzim nga familjarët, dhe pastaj e kapi atë foton që donte, i mori ata, i vuri një rresht aty dhe kapi foton duke vendosur lule. Këtë ja arriti sot, por kjo nuk zgjidh të vërtetën. Nuk ka më justifikim, nuk ke kujt i thua më, s'ke kujt i thua. Kujt janë kohësh më kryeministër, 4 mandate. A mund ta bëjë Rama atë që bëri Ilir Meta, ti vetë ofrohet Spakut, më thrisni dhe mua, më pyesi siç e bëri. E para duhet e kishte bërë një herë, po e dyta unë e di që ai është në listë, është në programin për thirrje. Se si kanë shkuar negociatat. Ai duhet të shkojë në Spak ose Spaku mund të shkojë ta marrë në zyrën e tij. Kjo është një çështje thjesht procedure. Por që ai duhet të ishte nga të parët që të dëshmonte për ngjarjen, nga të parët, pse ti ke thirrur protestën. Ti u dëmtove, ti dole premtove që sa të vijnë pushtet, gjë e parë që do bëj do jap drejtësi për këtë gjë. Kjo ngjarje të sollën pushtet. Fundi politik për mua i kryeministit Berisha ka qenë 20 janari, 4 të vrarë mes Evropës, nuk ti fal kush. Ishte thjesht koha, sepse në Shqipëri nuk mund të ndërpritej mandati i një qeverie që ka ardhur me vot, sepse pasaj i linte drejta. Që çdo protestë që mund të ndodhte, çdo opozitet janë të kërkojnë ndërprerje mandati. Ne shohim që qeverisë mirë apo qeverisë keq, nga 97-a nuk ndërpritet më mandati me revolucion. As me lëvizjet armatose. Për sa i përket hetimit tan, në këtë moment mund të themi që ky audio përgjim 35 minutësh është prova më kryesore përveç provave që janë bërë gëzhojës që është quar edhe në Turqi për të ndjerin që ka qenë në trupin e të ndjerit Alex Nika? Këto janë detaje. Këto janë detaje. Hetimi ka kaq shumë prova të forta, sepse këto janë indicie që të çojnë te prova ose burim prove. Pra nga këtu ti nisesh për të shkuar te prova. Prova që nuk kanë qenë në hetimin që u vitin përpara dhe në gjykimin e çështjes. Po nuk është prove, sepse nuk është në kuptimin, nuk është një audio regjistrim që është marrë me miratim me urdhët prokurorit, me miratim nga gjykata, kjo pastaj nuk është procedura që bëhet rëndom. Pra është marrë në këtë formë dhe prandaj është një provë atipike. Kjo është një element atipik, sepse nuk është marrë konform asaj që parashikon legjislacioni shqiptar. Pa mund të quhet provë kur nuk është marrë konform legjislacionit shqiptar. Pikërisht pra, duke qenë në këtë formë, ajo shërben thash si një burim për të shkuar te prova, është nështruar ekspertizës. Unë i kam thënë, e kam përthirrë dhe Spaku, nëse duhet origjinali, kam dhe origjinalin dhe dorëzoj dhe origjinalin, por fatë mirë u tha në një moment që kjo mund të jetë krijuar me inteligencë artificiale. Po inteligencë artificiale atëherë nuk ishte në lojë. Ajo është me ato mini kasetat e vogla. Po pra, s'ka qenë të diktofonave dhe ti e di që diktofonat përpara inteligjencës diktofonat nuk janë më në përdorim, kam më shumë se një dekadë, po flasim për inteligjencë artificiale. Ndërkohë jemi te diktofoni që shtyp me dorë. Dhe kjo të bën që regjistrimi është bërë nga dikush që përdorte diktofon. Pastaj është bërë me diktofon. Dhe po kjo pati edhe gjë tjetër, duke qenë me këtë teknologjinë e vjetër, mos ma mori dot njëri materialin. Jo, s'ma mori dot njëri. Po të ishte material në flash ose në CD ose ku diun në DVD, do ma kishin marrë. Është vetëm fakti që ka qenë në diktofon, që ai material nuk e mori dot ashtu, se kam askujt, as nga qeveria, as nga opozita, as nuk e kam ekspozuar përveç se ja kam çu babait të Alex Nikës. Të binde ai dhe se nga i kishin ndodhur ngjarje. Kjo është kaseta origjinale që ti ke apo është një kopje originalit që është regjistruar? Patjetër që është origjinale. Pra partitë është materiali origjinal që është regjistruar nga një pajisje që është diktofon. Sepse me atë lloj kasete punojnë diktofono, nuk punon asnjë kështu. Nuk e patur nga Spaku kërkesë për ta dorëzuar origjinalin dhe në ç'kushte e dorëzon? Në momentin që kam çuar, un kam dorëzuar kasetën me transkriptin, pra të zbardhur gjithë, se kemi zbardhur vetë, të detajuar, të shkoduar aq sa ka mundur unë të gjej, që mbas ti kodi është filani, mbas ti kodi është filan person,
kam dhënë deklarime për pjesën që kush ka informacion dhe nga ka marrë unë informacion se gazetar, sepse mbas një skenarit kam prodhuar disa dokumentar. Në ato dokumentar kam dhënë të dhëna. Për shembull, një nga gjërat që kërkova në BKH thashë duhet thirrët ish presidenti Topi sepse ka shkruar një libër kujtimesh. Dhe në atë librin që ai ka shkruar, ai ka detajuar informacione që duket që kanë ardhur nga agjenci